Me nisjen e vitit të ri kalendarik, qytetarët kanë listuar edhe prioritetet dhe dëshirat që synojnë t'i bëjnë në vitin 2026. Disa prej tyre sot pohuan se me fillimin e këtij viti presim më shumë ndryshime në planet profesionale dhe personale. Shumica atyre theksojnë se shëndeti, punësimi dhe stabiliteti ekonomik mbeten prioritetet kryesore. Synimi i joni është mas pore është zhvillim ekonomik, në arsim, sa ma shumë, edhe në shëndetësi, edhe disa sene që janë mangëta, janë disa që për shembull duhet me shku ka ajo që sa ma shumë me zhvillu ekonominë, sa ma shumë me pas na eksport se sa import. Atëherë jemi shtet funksional. Unë besoj që ka më konë me këtë qeverisin e Kurtit kanë më shku punë shumë ma mirë. Edhe një urim yti për këtë fillim vit të ri. Urimi jam është kë, që çdo njeri i cili mendon edhe e don shtetin e vet, mos ta korsen vetveten. Se njeriu trupi nuk shkon domethënë e fundit, po vullneti. Çdo njeri që ka vullnet i arrit çdo qëllim. Me pas shëndet, pastaj vijnë tanat me radhë, synimi me pas punë, me pas familjen mirë, që kjo është. Në fund, qytetarët prapa kamerave shprehen se viti 2026 do të jetë një vit më i mirë, me më shumë mundësi dhe më pak sfida, duke uruar që pritjet dhe synimet e tyre të realizohen.